Shoqata rajonale e futbollit Shkodër është shpallur kampione e turneut 5x5 Masters pas fitores 5-3 në finalen ndaj veteranëve të Vllaznisë në një përballje spektakolare të zhvilluar në kompleksin sportiv Zmiani. Ndeshja finale dhuroi ritëm dhe gola me ekipin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, që u tregua më efikas në momentet vendimtare, duke siguruar trofeun. Antari i komitetit ekzekutiv të FSHF-s Armando Cungu përgëzoi organizatorët dhe paralajmëroi se do t'i propozojë federatës organizimin e një kampionati të veteranëve në të gjithë Shqipërinë. Veçantë në cilësinë e tashmë pozicionit që kam si antar, për herë të parë më jepet i mundësi, por më veçantë e bën ky organizim, ku meritojnë shumë komplimente shoqata rajonale e Shkodrës, iniciator së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim për një organizim të tillë, siç thatë edhe ju, është i vetmi dhe i pari në historitë të futbollit, nëse mund ta quajmë ashtu shqiptar, pra 5+5 për 1040 vjeç. Dhe kjo është një risi të cilët duhet përshëndet dhe urojmë që risi të tilla të vazhdojmë dhe bashkëpunime të tilla janë të frytshme, nuk është thënë për të luajtur gjithmonë vetëm futbolli profesionist. Por Shqipëria, në veçanti Shkodra, e don futbollin atë dashamirëse dhe jom kot edhe kjo gjë u realizoi në Shkodër. Ideja është shumë e mirë, të cilën patjetër që do ta përcjellim në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe shpresoj që të marrë një rrugtim në të ardhmen. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër Lazar Matia theksoi se kampionati arriti qëllimit dhe synimi është që në të ardhmen të shtrihet në nivel kombëtar. Një kampionat për herë të parë që zhvillohet jo vetëm në qytetin tonë, por edhe në Shqipëri. Është një kampionat që mendojmë ta shtrijmë edhe vite të tjera, ta rrisim edhe numrin e sportistave në këtë moshë. Ishte e veçantë, por edhe i bukur, me ndjekje, me gjëra pozitive ky aktivitet. Ne e kemi sugjeruar dhe në federatë dhe federata po merret në një teme që edhe shoqata të tjera të organizojnë, edhe ky aktivitet të shtrihet edhe në qytete të tjera dhe pse jo mos të ketë një play-off në mes të qyteteve kryesore ku kanë mundësi për ta zhvilluar. Dhe mendoj që janë në rrugën e duhur, sepse edhe shoqata të tjera kanë shprehur këtë iniciativë, jo kollajt, patjetër, nuk është kretë kollajt të zhvillosh një aktivitet enkas me këtë grup mosh, por fillimi ishte i marrë, edhe pritshmërit i kaluame, pritshmërit jo as sa pritshim, kështu që ne do të kontaktojmë patjetër dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit që ky aktivitet hapet në gjitha qytetet e Shqipërisë. Protagonisti i këtij edicioni ishte Denis Zmiani, i cili jo vetëm u shpall kampion me ekipin e tij, por fitoi edhe këpucën e artë si golshënuesi më i mirë i turneut me 30 gola. Ai e cilësoi këtë kampionat si një sukses për qytetin e Shkodrës dhe një nismë që meriton të zhvillohet mëtej. Standardën është kënaqësi sepse hera e parë që bëhet ky kompeticion ka shkuar gjithçka në mënyrë perfekte, edhe ka kanë kënaqësi me standardën edhe një herë konfirmon Shkodra që jam ka quhet djepi i futbollit, se kena pa se çfarë rivalitetit ka pas, edhe pse u nis si një diçka rektuese, ka pas shumë rivalitet dhe mund ta thoj me plot gojë. Kjo tregon që ka kanë diçka shumë e bukur, shumë rektuese, edhe për mua është kënaqësi, për sa i përket trofeut të ndaj me shokët, sepse kuptohet shokët e skuadrës aty ne ja dedikoj. Kur ke koleg të mirë, kur ke shokë që të suportojnë, është shumë më thjesht për me shënu gola. Besoj që e përgjithshme ka kanë mirë dhe urojmë që të vazhdojnë kjo traditë, por jena të lumtur sepse him në histori, sepse është hera e parë, edhe do të mesi një kujtim i bukur për ne. Turneu 5x5 Masters konfirmoi interesin dhe potencialin për zhvillimin e futbollit të veteranëve, duke kthyer këtë aktivitet në një event të rëndësishëm sportiv për Shkodrën.